Mirëmëngjes, na ka mbritur në studio Dorim Taçi, shkrimtari mirënjohur. Mirëmëngjes i dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Do flasim për librin e tim më të fundit, libri ka disa kohë që ka dalë. Në fakt nuk është se e kemi nxjerrë tani, por me që dhe panajiri po afrohet, është mirë që të fillojmë të flasim për librat që ja vlen, me fol. Faleminderit. Dhe Lakimi është një libër unë e përcaktova si i çuditshëm, sepse është një lloj mënyre të rrëfyrit të historisë dhe të disa historive në të njëjtën kohë në kohën e tashme. Dhe duket sikur ti nuk e ke problem që na është futur teknologjia në mes, por shkruhet një lloj romani ose copza romanesh, janë 4 apo jo? 4 histori ndryshme nëpërmjet SMS-s që i dërgohet personazhit kryesor, që është një zonjë gru, arkeologe, Elira, por që është dhe viktim e një historie personale, ka një lidhje, domethënë është gati flirton me dikë tjetër, ka një burr i cili është nën drejtori një biblioteke, pra që në pikpamjen është njëri nga ne, domethënë formati intelektual, por është i egër. Nuk e duron dot këtë dhe do që ta vras. Ka një ka shumë gjëra, dhe mbi të gjitha është në copzat e historisë gjejmë lashësi, gjejmë mesjet, gjejmë pak a shumë kulturën tënde, se ti je një nga studiuesit më të mirë jo vetëm të gjuhës, jo vetëm të letërsisë, por edhe të filozofisë. Në më falë, se po ndërhyse, ndoshta edhe ndërhyrjet e mia janë i çik kështu si patop, janë komplet patop. Për të hequr çdo dyshim dhe për të ashtu, a përdorni alkool ose substanca tjera? Përdor vetëm me raste. Pse? Sepse dikush e lexon thotë ne nuk kemi parë ndonjëherë që të kemi kaq shumë kapërcime në kohë, kaq shumë nga mesjeta. Dhe janë të tilla. Janë të tilla, sidomos fillimi i librit është shokus, sepse ti nuk merr veç çaj duke ç'a po ndodh. Domethënë kjo gruaja që ngacmohet nga ai që flirton. I shoqi që e kërcënon live, ajo është në kuzhinë duke shkruajtur, është një gjarë për një simbol ilirik që na del gjatë gjithë librit, që është shoqërues, ai gjarpri është udhton e tjera, domethënë janë krijohet një lloj ankthi, një lloj. Po, shiko, edhe mire ka pas kolegu, ke pikur e ke shkruajtur se nuk duket normalisht nuk e di se si mund vini deri te tilla. Unë nuk pi asnjëherë kur shkruaj realisht ujë. Unë nuk jam nga ata që nuk pije, që të jemi. Ashtu e skrapalli por kur shkruaj nuk kolegu pikur shkruan, prandaj ka filluar të shkruaj shumë. Pi ujë dhe kolegu. Shiko, të nisemi tek ajo i çuditshëm apo pse kjo mënyrë kompozimi. Në fakt, unë kam ekstremizuar ato që bëjmë ne të gjithë, normalisht, kur shkruajmë. Domethënë, një tekst ka horizontalitetin, tani pastaj etj që është narracion, ka dhe vertikalitetin. Vertikaliteti nuk duket. Edhe në një artikull shkencor, për shembull, vertikaliteti është ajo rendje që bën studiuesi drejt vërtetës. Që bën paragrafon me mbledh fakte, etj, për të arritur të e vërteta. E vërteta nuk duket, po është vertikale, vjen nga dalë. Vertikaliteti për një tekst fiction është diçka tjetër. Është frymë, është dhe për po gjithë jetën ke eksperimentuar. Po, kjo është për shembull, ti ke shkruajt në vet dytë. Po. Që është gjëja më e pazakontë në letërsi. O do shkruash vet para, o do shkruash vet tretë. Ti shkruan vet dytë, për shembull. Në këtë rast ti bën një tjetër eksperiment, domethënë. Por nuk e humb fillin e historisë. Tani pyetja shumë e thjeshtë, domethënë ne jetojmë botë teknologjike. Ti përdor teknologjinë për ta bërë. Edhe te ky roman. Te ky roman e ke, domethënë ndoshta një nga romanet më teknologjik që mund të lexosh. Dhe si teknologjitë e zëm se jenë në një enciklopedi në online, Wikipedia. Dorim Taçi, libri Lakimi. Dhe aty shkruhet trama. Si do të tregojmë tramën tënde? Ka një, siç thash dhe njëherë, nuk janë të rastishëm, as titulli, as mënyra e kompozimit. Absolut jo. As gjë nuk është e rastishme. Libri bazohet me një harmoni, libri bazohet edhe mbi mungesa.
fakti që krijoj mungesa, që krijoj thyrje, paragraf, unë i rivlerësoj mungesat, rivlerësoj boshin tek libri. Unë rivlerësoj faktin që si leximi, si shkrimi janë akte ndërtuese. Nuk janë akte ku të qëndrueshme fort të cilat ti nuk fut dot asgjë për. Jo, janë copsa. Copsa edhe kur lexojmë marrim disa gërma, nuk arrin syri t'i kapit gjitha, kap vetëm 4 karaktere, krijohet një bosh, kap ca karaktere tjera dhe ndërtojmë tekstin duke lexuar. Edhe kur shkruajmë ne ndërtojmë tekstin duke shkruar. Nuk fola kot për atë vertikalitetin. Vertikaliteti im është ky lakimi, paradigmat e rasave, risjellja e historisë, riciklimi, lakimi njërin mas tjetrën. Këtu e ka forcën ky libër. Ky libër, trama e tij është shumë e thjeshtë. Raporti i gruas me shkrimin në histori. Kaq mund thuhet si një Po, personazhi jot është i bezdisur nga leximi. Pikërisht. Dhe ti e detyron. Gruaja, ti e detyron nëpërmjet WhatsApp-it. Kam një grua të vetëdijshme që kupton e gjithë që kjo kulturë e madhe është patriarkale, e gjithë kjo kulturë e madhe e bazuar mbi shkrimin është patriarkale. Edhe ka një moment rebelimi që ti bëjë në saj. Je i vetmi burr që shkruan me një guxim të jashtëzakonshëm për krizat e andropauzës që kanë meshkujt. Janë pasiguritë e meshkujve që ti e ke gjithë librin. Dhe me bukura e këtij libri është se nuk ka vetëm pasiguri bashkëshorti, domethënë marrëdhënia klasike, ai që mendon që po i hikën gruaja e tjera, pra është mbi 50-at edhe ka këto frikër edhe vete, po e ka dhe i dashuri. Ose ai që ne mendojmë që mund të jetë i dashuri. Ka një seri burrash që kjo i zhvlerëson. Po pse e ke ti këtë? Ka një seri burrash që i zhvlerëson. Pse e ke këtë çmitizim të burrit biologjik? Po tani mjaft e mitizuam, e kupton, mjaft e bëm hero. Unë kam një gjë, kanë bërë një pyetje për personazhin, për Elirën, edhe më kanë thënë, po si shumë pasive, vetëm pëson, si ka mundësi. Po nuk do bëja një rebele tjetër, rebela jemi ne, burrat. Hierarkinë e komandojmë ne, burrat. Ne duhet bëhemi të parët. Pra, unë krijoj një personazh anti-hierarki, një personazh që sjell matriarkatin në vetvete, në kohën tonë moderne. E sjell brenda saj. Pse matriarkatin ti e shef më të mirë se sa patriarkatin? Nuk e shoh më të mirë, e shoh. Unë e shoh, ka rëndësi ta shikoj. Diktatura janë në një farë mënyrë të gjitha. Nuk e shoh më të mirë. Ne, kjo situatë që jemi, ne jemi, e kupton. Po kjo nuk na pengon të jemi ta relativizojmë. Pra ta ndajmë edhe të gjykojmë mbi të. Mund të gjykohet mbi patriarkatin, mund të gjykohet mbi vetë shkrimin, mund të gjykohet. Shkrimi nuk është një dhënë e cila na ka rrëmbyer me të gjitha, nuk është gjua, pa edhe gjua nuk është një totalitet kështu i pa evitueshëm mbi të cilin nuk mund të reflektojmë. Kjo është çështja që trajtohet te ky libër në fakt. Jo, padyshim, domethënë, por trajtohet në mënyrë të çuditshme, sepse zakonisht njerëz si puna ime, si kolegut, si Fabi, jemi mësuar të lexojmë një histori nga fillimi në fund, me zhvillimet, surprizat, suspanset e veta, po më përgjithësi të pandërprer. Për shembull, fjala vjen. Në një moment caktuar që unë lexoj librin, le ta fillojmë me murgun e famshëm që pret vendimin e inkuzicionit e tjetër. Bartolomeo. Historia ty të fillon tërheq, ti tak e ndërpret. Dhe fillon një histori tjetër. E ndërpret edhe atë, vazhdon një histori tjetër. Dhe kështu janë 4 histori. 4 rrëfenja brenda një të peste që është të cilat janë në zhvillim, nuk është se vdesin atje. Dhe unë tani du murgun olla, du të marrë punë me murgun. Koleg, me sa duket, durimi i cili ka dhe një... është një lloj puzzle-i. Durimi ka një formim edhe në kinematografia, apo ju keni studiuar. Kjo është një lloj mënyre kinematografike të shkruarit. Kam përshtypjen, ka shumë filma... E aty do dilja, do dalet e portokalli mekanik. Po, ka shumë filma të cilët kanë këtë stilistik komunikimi të shkruarit dhe të lënit dhe rimarjes. Mëndurinë e portokallit mekanik. Pak e shumë është e njëjta... Unë nuk e di për shumë, Memento është nga filmat më të jashtëzakonshëm për sa i përket stilit që ka, mënyrës se si kthehet atyre. Kjo është pa shumë. Po pra, kështu që a ka ndikim pjesa kinematografike tek e shkruari apo? Ka ardhur natyrshëm, ka ndikim në mekanizmin e kinemas që është montazhi.
Pra, montazhi është mekanizmi i kinemas. Ky është montazhi i gjithë. Domethënë, unë kam një roman për cilën kemi folur fillimisht në këtë studio me kolegun tim dhe mikun tim Kelin. Extra Time. Extra Time. Dhe Extra Time fillon me të njëjtën procedim, domethënë fragmentim tekstesh, nuk ndryshon në strukturë shumë dhe nga lakimi. Lakimi është një hap tjetër eksperimentimi. Unë po nuk eksperimentova, nuk shkruaj dot. Realisht librat e mi nuk i ngjajnë një tjetër. Keli e nisi, po tha që duket më i dur se Extra Time-i. Domethënë lakimi mund duket si një vazhdim i liçenës dhe. Domethënë paktën problematika. Edhe vendosja e ngjarjeve është në të njëjtin lugim. Ndoshta mund të. Mbas edhe kjo. Mirë, okay, ti vepron në zonë Bergamos, në atë lloj zone. Por prapë se prapë, domethënë ky lloj fragmentizimi, domethënë të çon aty ku thot kolegu te kinemaja. Po, jam dakord. Nuk e di, këto janë libra që guximshëm për të lexuar, libra që janë dhe voluminozë. Kam lexuar libra të tillë, po e kam vështirë gjendjen në letërsitë e huaj, pak në kulturën time modeste. Është e vërtetë ajo, dhe unë nuk është se e di që s'ka as letërsinë e huaj, e di, po kjo s'm pengon mua të eksperimentoj, e kupton asgjë. Jo, absolutisht. Unë kam vënë re një ajo që është impakti këtij libri brenda një viti edhe pak kohët e fundit ka se këto lloj librash dunkon e vetë lexohen. Domethënë ose të receptohen ose të marrësh reagime ndaj tyre. Kohët e fundit ka shpërthyer një reagim pozitiv ndaj librit. Është një brez pak më i ri se ne të dy. Paska paka shumë e curinë e Uliksit James Joyce, që tha duhet 100 vjeta që ta kuptojnë, tha, mbas 100 vjetësh do ta kuptojnë librin tim dhe do ta kërkojnë. Ai ka fat të madh që operon në gjuhë të madhe, edhe ka qenë tjetër histori, por okay, qëndron, ajo që thua ti qëndron. Megjithatë mua personalisht për të lexuar libra kaq voluminoz më duhet durim, që unë nuk e kam, ju e keni. Nuk është shumë voluminoz, kolega. Lexohet sepse nuk të lë kurioziteti, domethënë nuk e le dot nga kërshëria. Suspansa nuk i dëgon. Ka një gjë që ti udhton me të njëjtin libër në ambiente ndryshme. Domethënë jenë mesjet, jenë lashësi, jenë kohët tona, ditët tona. Domethënë flitet me lirshmërinë më të madhe. Po, në fund fare linjat bashkohen se do të rrafon lexuesin. Lexuesi do që të bashkohen linjat, se po s'na u bashkuan. Nuk bashkohen linjat, mbarojnë në fund fare. Domethënë mes librit ndodh një paradoks pa konceptueshëm moralisht. Që dhe burri dhe dashnori puqen bashkë. Koleg, mos na tregon gjithë librin tash se nëse këto janë detaje. Po, duhet ta pranojmë që ai ka drejt kur tha çapiti kur shkruaj. Këto janë detaje. Megjithatë, kujt i pëlqejnë provokimet letrare, ajo e ka. Ky nuk është provokim, ky është më keq se provokim. Unë librin Lakimi do e rekomandoj gjithëve, sepse është nga të paktat herë që lexuesi është shumë aktiv në lexim. Domethënë, kthehet në një farë mënyre, është edhe autor dhe personazh dhe vetë lexuesi. Prandaj e gjeni në çdo lloj librarie, me siguri, pastaj shtëpia botuese është Living. Pastaj në panajër, domethënë nuk diskutohet, takon e durimin. Do doja të flisim edhe për librin tjetër që ke përkthy, por nuk kam më kohë. Okej. Dhe unë e kam shumë më kollaj të flas për librin tat se sa për atë që ke përkthy ti. Faleminderit edhe për këtë paraqitje. Po, Lakimi ka nisur rrugën e vet, tani unë do merrem me gjëra të tjera, do kem projekte të tjera. Me çandush, por sigurisht. Në fund fare edhe mund na kishe tregu çapi kur shkruaj. Por dra? Mund na kishe tregu çapi kur shkruaj, gjithsesi. Unë shkruaj kur nuk pi asgjë realisht. Po, nuk e vëm dyshim, është metafora. Unë shkruaj në orën 6 të mëngjesit deri në 9. Kështu që sa asgjë, ashtu e ke edhe ti. Po, pikë së ballë. Po sepse formatohem shumë mirë me shkrimin, preferoj kështu e pastaj e di se merr një lloj titri kortizolit në gjak, i cili dikton që të fillove ta e shpjegosh mjek. Po donin, nëse jo, vazhdoj. Faleminderit. Dëgjova me shumë përshëri. Nuk morë pjesë në bisedë, po. Më mirë kështu. Na kuptoj më mirë. Do shihemi nesër. Ashtu, është e sigurt që do shihemi. Nesër 4 nëntor apo